prodhohen uniforma për ushtrinë suedeze. Ushtria suedeze i prodhon uniforma dhe veta në Shqipëri, në një zonë rurale të Shqipërisë, në një manufakturë modeste. Ushtria suedeze. Dhe ndërkohë, shteti shqiptar rrokanisej lart e poshtë me tendera, uniforma këtu, uniforma aty, kapelja e vogël, kapelja e madhe, këpuca e majtë, këpuca e djathtë, bam e bum në për prokurorira, e bam e bum në për kanale ankimimesh. Se erdhi italiani, erdhi gjermani, erdhi tjetri e tjetri, as italian, as gjerman, as gjë. Gjitha lojra që përfundonin në turpe. Sot, ne kemi këtë kompani të përbashkët, e cila do të prodhojë uniformat për ne, për shtetin shqiptar, për ushtrinë shqiptare, për policinë shqiptare, për zjarfiksat, për policitë bashkiake dhe do të prodhojë uniforma edhe për ushtritë e tjera të NATO-s. Kanë filluar që tani kontaktet, sepse ne kemi krijuar një traditë në historinë e qepjes. Shqepjen e bënim kur merreshim me shtetin, qepjen kur merreshim privat. Tani jemi në tjetër fazë dhe